Real Madridit i duhet një numër 9 i vërtet. Ndonjëherë ata ndërlikojnë shumë lojën e tyre, u mungon një pikë referimi. Janë të shpejtë por të gjithë sillen jashtë zonës dhe brenda zonës nuk do të askush. Ishte një ka të drejtë, ishte ai rasti që futet Carreras në zonën e Liverpoolit, kalon dy kundërshtare, fut topin në zonë, kalon gjithë pasqyrën e portës dhe Mbappé është ke 16. Tani, zoti Cicani që bëj, a mbaj mend në Real Madrid që ka fituar diçka pa një nëndsh, pa i sulmus, pyk. Joselu ishte, ma mund Joselu legjenda futej nga stoli për mbys të Pyk ishte, thjesht. Dakor pra, ka një problem me këto. Ka një problem me Vinin dhe Mbappé shkojnë të dy, bllokohen të dy e krau majt, Mbappé nuk del dot nga e krau majt. Që nuk e bën siç për shembull mund ta bëj Dembele ose Ken që lëviz në vijë qendrore, që kthehet mbrapa, krijoi hapësirë. Shkon ke Vini, krijohet vetëm një krah, dhe luhet vetëm nga ai krah. Sa aty kemi Vinin dhe Mbappé, ndërkohë në zonë presim kur të futet tapin Bellingham. Kështu që ka të drejtë. Për mua ka vetëm një zgjidhje, shit Vinin 150, shit Rodrigon 100. Edhe merr 250 Haalandin, kaloje Mbappén krat majt edhe Atë jam dakord. Jo për shumën që sugjeroni ju, po mora vesh kishte dalë lajmi që kishte një klauzol. E s'dihet sa është, po Haalandi. Haalandi. Sa? Jo, nuk e kanë thënë. 1 milion, 1 miliard. Ja, 1 miliard euro, pse 1 miliard e ka Vini, si do ketë Haalandi.